Përshëndetje të nderuar të shikues të Akrolis TV, do të jemi në kuvend edhe këtë ditë të javës, është ditë e njëjtë, nuk është e martët, por ama është profil i një produkti pikërisht për të martët që zakonisht i kanë bërë vazhdimisht që për një viti e ca duke afruar te emisioni 100 që është nesër. 100 emisione nuk janë pak. Është një produkt mendoj i pëlqyer nga ata që kanë ndjekur Akrolis TV, qoftë në ekranin e platformës Netsus.com, po ashtu edhe në rrjetet sociale në YouTube e me radhë. Çfarë do kemi të tete? Do të kemi një përshkrim të bukur të një aktiviteti të bukur, nderues, që ka të bëjë me Gjok Besin, penë e artë shqiptare, poeti i adresave shqiptare. Gjok Besi është nderuar në shumë vende, është nderuar nga presidenca, është nderuar në përvjetor të ndryshme, të rëndësishëm kombëtar. Por në vendin e vet, siç është Mirdita, në fakt ka vetëm një nderim që mund ta marrim, një nderim signifikativ, që ka të bëjë me qytetar nderi, në kohën kur ekzistonte edhe Bashkia e Rubikut. Është një aktivitet që unë kam moderuar në atë kohë, pra në vitin 2012, 14 vite më parë. Është edhe pjesa artistike, është edhe pjesa ceremoniale, ku kryetari i Këshillit të Bashkisë ka qenë Flora Jushi dhe Gjok Vuka, kryetar i Bashkisë, por ka qenë një votim unanim për një vlerë unikale, nga që Gjoka ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm jo vetëm për Mirditën, por duke qenë drejtues i kulturës në Rubik. Dhe atje ndërtoi gjëra të mrekullueshme, ka nga qytetare që erdhi me Mark Gjokën, me Dot Prenin, me Anton Gjokën e me radhë, aty lindi, ka nga qytetare e Mirditës. Dhe ky vlerësim ka qenë shumë emocionues për gjithë qytetin e Rubikut dhe për ne që natyrisht ishim aty, ishim disa edhe artistë të ansamblit Mirdita, por gjithsesi unë t'ua lë që ju ta ndiqni gjithë këtë pjesë para 14 vitesh për poetin e adresave shqiptare, Gjok Besi. Ndiqeni. E dini që sonde ju jeni me fat. Jeni me fat sepse edhe ju tri jeni me fat, jo vetëm të ndoshur. Okej? Sepse këtu në mes jush keni cilin duhet falënderuar Këshilli i Bashkisë i Rubikut dhe Bashkia e Rubikut, gjithë komuniteti i Rubikut, që ja kushton njërit prej bijve të tij. Pse them bijve të tij? Sepse Gjoka nuk është thjesht biri i Zajsit dhe i Selitës ku ka lindur, po është edhe biri i Rubikut, sepse ka kaluar një jetë të tërë këtu në Rubik dhe i ka dhënë shumë kulturës Rubikut dhe kulturës së Mirditës. Prej këtu, muza e tij ka shkuar shumë më lart për të bërë muza e krijuese mbar shqiptar. Dhe sot po vini re, në të gjithë hapësirën mbar shqiptare, tekstet e Gjok Besit këndohen, kërcehen gjithandej. Nga Kosova në Çamri, nga Tuzi në Malzi dhe në Maqedoni. Ndaj është fat për ne që e kemi krenarinë e Mirditës. Do ta fillojmë me një këngë për Mirditën, sepse kështu e kemi ndërtuar, jo thjesht si një ceremonial dekorimi, me një këngë që vjen nga Front Pressure, këngë për Mirditën. Oh
poezitë e Gjokbezit. Çdo shqiptar është rritur me poezitë e Gjokbezit. Ndaj besoj që sot salla do t'i përjetoj mrekullisht në recitimin e vajzave që kemi marrë nga gjimnazi Rëshet. Beta. Thuaj vetes ec. Nuk bën të ndalesh te caku pa cak, ndërsa ende nuk u shafit musgu. Dielli është kur do herë më pak dhe më larg se qëllimi. Kur nuk lasdron zbaraniku, banon fluturimi. Thuaj vetes ec, për të qenë i lirë gjithmonë, për të qenë më i pasur se je, për të qenë i ëmbël si mjalti, me kusht që të mos përlyesh me ëmbëlsitë e panevojshme. Thuaj vetes ec, për të mbërritur të njeriu fisnik, që kur të nje të thot faleminderit, ndërsa kur po shuhesh të lutet mos ik. Nuk bën të ndalesh, ani pse rrugët janë ende pak për të shkuar te krejt të shtrenjtët, për të ardhur nga krejt të largëtit, apo pandëshkuar krejt të padrejtët. Kemi shumë përtesë brenda vetes, kemi shumë padrejtësi në mes. Bëje Zot ëndër përtesën, edhe për t'i thënë vetes ec. Kur edhe një këmbë e shpirtit të tremb, mos lakmo qalimin e tretur. Shkopi i pleqërisë, kur do herë më tremb, me ngjaz vjen për të vjedhur vite që kanë vetur, udhëlargët që s'ke shkelur, qëllimet që s'ke prekur. Thuaj vetes ec, jo vetëm për të thënë, harrohen hapa që hedh, vlen hapa që ti ke lënë. Nga vendinja e Gjokbezit. Gjok, do doja që të dëgjoje një zë selite. Tani. Oltjana. Fqinja e ndaluar. Aprova. Vërroj dhunës rrjedh kopshën tashmira vjet. Dhe një kokë e prerë gruaje nuk ka liri. Një dorë e prerë poeti nuk ka liri. Dy miq që si besojnë shoqit nuk ka liri. Një pellush i zi me të cilin plakesh e vdes nuk ka liri. Kur mbetesh libër i pa lexuar, nuk ke liri. Ulëri në kupët të qiellit dhe vetveten dëgjoj si ankohet, se përroj i dhunës përmbyt me lehtë barakat të internuarve pa mëkat. E me trungjet që shpërndan e mbledh, burgjet e zemrave njerëzore i përgjat. Kulla ime ka qenë jeta ime e dhunuar. Kulla ime e ka pas vazhdimisht zgjuar ujkun e vet. Ai e ka lëpirë e ka fshuar. E ka lëpirë e ka fshuar. Pa mundur kur se si ta çmetë prej. Dhe vazhdoj të besoj se liria i ka sytë prej poeti. Aty marrin ca ëndra që raktisën e bëhen qiell. Në një barakë të mbytur në ujrat e qytetit, pa kush e dinte se ronte një diell. Një diell i fshehur që gatuan të llaçi poezi, që shfaqej në rrugë e duhej të mbyllim sy të përballë, që donte libra e po t'i jepnim nga padisnin, e llaçbërës përfundonim për një fjalë. Fqinja ime e dikushme musine të Kalarit, dielli i ditës së vet, hëna e natës, më pa thënë se sytë e liridashësve pikoj në flakë, si pisha të ndezura mbi gjirin e rozatës. Fqinja e ndaluar, as brigjet e lumit nuk ka në liri pa urat. Ndërkohë, brenda dhe jashtë të këtij dheu të kafshuar, mermeri është njeri që qesh me diktatura. Nga njëra vetmi, në tjetrën vetmi, thonë se iku gruaja në të lushpëzi. Ndoshta për të mos qenë kokë e prerë gruaje. Ndoshta për të mos qenë dorë e prerë poeti. Ndoshta për të mos qenë das më ujku. Vërtet iku apo mbeti? Sot ka disidenca falso.
për fat keq, për 22 vitesh. Kjo ka qenë vërtet një nga disidentët e cila ka jetuar në Mirdit për disa vite, dhe që Mirdita ka një borxh të madh, sepse s'paku do të ketë një rrugë Mirdit për këtë grua martire të jashtëzakonshme. Por ajo që më mbetet shumë në mendje gjok është fakti i thënjes, nuk e di sa vlen dhe sot. 1 kilogram llaç vlen më shumë se 1 kilogram trum. Aso kohë, nuk e di se sa është sot. Okej. Flavia. Guri gjatë. Përmbi grupnesh të selitës, ka një gur vegan. Met, lëviz e dashuron. A je gëlqërora njerëzor, ti gjoni hatashëm me jetë shkëmbi. Si nuk të ndanë zambakët as prill as vjetor, si së të përshiti vetëtima, bubullima si së të shembi. Të kam parë të shumë fishuar në përselit, burë për shtëpi të thaje etjen arabe naturisht, gjonat e varur nga dheu i vetë dhe Perëndit, ndoshta i pakzoj vetë Zoti Krisht. Selita që selia me rënd një gurin plak, jo seli partije, seli për skifter. Në ty morën cak dhe kuran në bajrak, gjonat e kthjellët si syri i qiellit në verë. Me tean që vjen sërish në tea vjen nga Selita. Nga shtëpia e Gjikoleve Gjokveci. Për tatën gjinë, midis ballit kishte një lule të bardhë, kau i kuq i tatës gjinë. Sa herë shkoj në katun ndjej madh, kau stërnit më dhënë mendim. Jam birë fshatari, s'kam tokë të them. Prej ardhjen time malsore, qyteti ku jetoj më pëlqen. Kur doherë më pak se 3 lulepore. Kam gjitur katin e epërm të kullës e i fer në Stamboll, minaren më të natë. Po më ka munguar manushaqa në Gathek dhe festa e Bletës për mjanë. Më ka munguar a i stërnip i kaut lull, njëra nga fije që më lidh me tatën gjinë. Më ka munguar rënja e gurit që do të se shkur, epoka që shkoj dhe ajo që prit. Stërnipi lurak shkruan hollit e veta, si vargje të lira pa pike presje. Po të harroj vargje ugare djepa, s'kam kujt t'i falem, as kujt t'i kërkoj ndjes. Kthejm nga Parisi me një tjetër frymëzim, dhe kryet mbështes në braz dhe në shkrep, mos dëgjoj përmarrjen e tatës gjinë, prej tokës që merr, e s'na jep. Ne kemi një vajzë nga Rupiku, do të ndjes një atmosferë përmes një këngë që ka kënduar Vajzela, në nëmboj do pres këshetin. Lida për Lala. E do dar mali për pje
desha të thënë diçka parë. Në Louvre të Parisit është muzeu i cili mbledh simbolet e kombeve. Dhe dini me çfarë populli shqiptar, kombi shqiptar është i përfaqësuar me plisin. Ju keni parë për shembull kosovar që vinë, sidomos kosovar, që vinë në kuaj, në këmbë, kanë gjetë gjitha mënyrat për të shkuar në mënyrën alla Isa Boletini në Vlorë, pikërisht vjen një këngë nga një prej këngëtarëve të epikës së Mirditës, nga më të mrekullueshme dhe nga më të mirat shqiptarë. Vjen Mrik Trumshi, plis në Louvre. Kur ishim para 2-3 ditësh, malësia e Tuzit, dhe malësia e Plavës dhe e Kucisë, malësia e Det Gjonlulit, kemi parasysh deqishin e papshëm ku është ngritur dhe shpalosur flamuri kombëtar. Di këtë gjë
që tha, kjo tokë këtu e Tuzit e Malësisë që duan ka shumë shqiptarinë dhe që vuajnë për lirinë e sakta dhe të drejta që u afrohen çdo populli në këtë botë madhe, këngë më frymëzuese se këtë ne nuk kemi ndjekur këtu, por u kujtua Mrika e vitit 1982 në stadiumin në 82-shin në stadiumin e Podgoricës këndohej Mit Sokoli. Duhet ma kujtohej shumë pak Mrika kur këndohej kënga e Mit Sokolit nga Mrik Trumshi. Ishte një knajsi që edhe kur në kujtoj sot dhe më të emocionohem jashtë në atë kohë shfaqet të bëni për stadiume, sepse kishte tërmeti fuqishëm një asaj kohë, por emocionet e shqiptarëve kanë qenë të jashtëzakonshme. Në mes të stallës janë arrestuar njerëz nga forcat e policisë jugoslave vetëm sepse do të vitin Xhamadani Mit Sokolit. Ishte më vërtet, edhe unë ndjesha edhe mirë, ndjesha edhe jashtëmase në pozitë të vështirë, domethënë. Ka qenë koncert jashtëzakonshëm, përderisa sot 30 vite, edhe ajo vazhdon të pret në kujtesën e tuzianëve, në kujtesën e Malit të Zi. Edhe sa po unë dola në skenë ato më një herë kujtuan që kjo është ajo që janë Mit Sokoli. Mit Sokoli është fiksuar ke emblema ime. Të tjerat pastaj të bukura janë, po ajo ngjelet e veçanta e këngët mia që unë i falem gjohës me Faleminderit Mrika, faleminderit shumë. Mirë, të përcjell nga grupi i burrave të Mirditës, nga ansambli i Mirdita, kanë çuar pesh zemrat e shqiptarëve, zemrat e kosovarëve pikërisht në atë moment kur ishin në fundrën e serbëve. Në një farë mënyre, këngët e Gjobesit kanë qenë flakadani i lirisë që aso kohë. Është kjo arsyeja që duhet përmendur edhe një herë, ta përmend edhe një herë, gjën më me mend që ka bërë Këshilli i Bashkisë së Rubikut për ta nderuar zotin Gjokbesi, qytetar nderit të Rubikut. Ftoj në këtë moment zotin Gjokbesi, i cili nuk do të flasë në këtë moment se do ta nxjerrë një vend tjetër për më thënë diçka, e Këshillit të Bashkisë Flora Jushi. Vendosi t'i jap qytetar nderi zotit Gjokgjin Beci me motivacionin për ndihmës të çmuar në lartësimin e traditave më të mira të kulturës, artit, këngës mirditore dhe asaj mbar shqiptare. Faleminderit. I dorëzon nderin i qytetit kryetari i bashkisë zoti Gjok Buka me një fotografi vazhdor me poetin e madh të adresës shqiptare Gjok Beci. Desha të bëj një parantezë. Ta dini të gjithë. Unë plakësh dhe ndodhë dhe ajo që ndodhë mua, që jesëm në këtë dalë me utësi që këshonë. Duhet t'i uroj nga zemra ime. Rini të përjetshme. Falënderoj në mënyrë të përzemërt, duke i shprehur mirënjohjen e thellë kryetarit të Bashkisë së Rubikut, zotë Gjok, kryetares së Këshillit të Bashkisë, gjithë antarëve dhe antarëve të Këshillit, të Këshillit e Komunitetit. Gjatë viteve që kam qenë e kam punuar këtu, kam qenë vetëm me ju.
Ndërsa më vonë, kam lëvizur në përgjithë Shqipërinë, që nga Saranda e deri në Trokoj. Kam parë gjithë qytetet. Kam lëvizur nga Prishtina e deri në Shkup. Kam parë gjithë qytetet e Kosovës. Gjithë qytetet e asaj Maqedonie shqiptare. Kam qenë në Janinën Qamërinë. Kam parë kudo shqiptar të mirë. Dhe i dua të gjithë shqiptarët. Por shqipanor të rrugës nuk ka parë. Të nderuar bashkëqytetar, të nderuar miq të ardhur, deputet, zotë nën prefekt, është në nderin tonë që sonte prezent në këtë sallë entuziaste kemi poetin e madh Gjoku Beci. Këshilli i Bashkisë Rubikut dhe Bashkia Rubikut e kanë nderin e tyre që e kanë propozuar dhe e kanë dekoruar me titullin qytetar nderit Rubikut. Unë do të them vetëm dy fjalë, shkurt. Gjoku Beci i ka bën nder Rubikut, i ka bën nder Mirditës, i ka bën nder Shqipërisë me emocionet që i ka dhënë popullit shqiptar me poezitë dhe këngëtia. Nuk do të kishte shqiptar kudo ku janë hapësirat shqipfolse që nuk do të dëshironte që fjalët e bukura të fjalorit shqipës të mund të kombinonte në mënyrë të tillë që të prodhonin emocionet që kanë prodhuar këngët dhe poezitë e Gjoku Becit. Ju falemnderit zotë Gjok, ju falemnderit gjithë dhe për pjesëmarrjen. Mirë, ju falenderoj, duke ullur të vendi ku ishit, me nga dalë Gjokën, me që Gjoka më pa si kur i qënë e thashë. Ty deputetet të nderuar, falenderoj zënës prefektit, një herë nuk është e tepër po ta them prapë. Ju falenderoj gjithë ju, edhe ata që nuk janë nga Rubiku, edhe ata zotërit nderuar. Falenderoj Gjokë. Tani, do kemi një balle që vjen nga grupi i përgatitur nga Frant Gjergji. Para 11 vitesh, në gazetë Mirdita, poeti Gjoku Beci i kam bërë një pyetje. Buzë valmorit kush ka dalë, kurin e ka parë. Dhe i them kështu, vërtet rrëza saj kurore të mrekullueshme, malesh, selitës, ndodhet fshati i saj, çu kujton ky fshat në prehër të këtyre mrekullive? Vazhdimisht kur dua të rikujtoj fëmijërinë e Gjoku Becit, po për të kujtuar fëmijërinë e gjithkujt ka një muzë krijuese, po çdo njeriu që e do, sa do pak mendimin e tij, gjithmonë mendja më shkon te kjo përgjigje mrekullueshme. Dua ta dëgjoni këtë përgjigje të Gjokës. Do guxoja t'i merrja leje shpirtit madhërishëm të Srembës për të thënë, zajsi që prava maleve më kujton se unë i huaj s'jam të ajde. Sa do larg të kem qenë, kam besuar se marr frym nga qielli aty fshati, nga nën qiella një shtati e vjetër gjysmë të shembur, por asnjëherë të harruar. Sa do shumë të kem parë, nuk besoj të ke qenë kur më bukur se mëngjeset që shkrepin mbi buzën e valmorit dhe se muzjet që fanitën mbi buzën prej burrëve të trangës apo asaj të burit trumullak. Sa të shumë kam dëgjuar, rrallë kanë qenë aq të magjishme sa tregimet e pleqjeve të fshatit tim, të cilat edhe tash më ngjajnë herë shekspiriane, herë homerike dhe herë si apologji të Sokratëve të bjeshkëve të mia. Fëmijëria ime është kasaruar me një lumë që të rritet urar. Trofët e këtij lumi prej qartësisë së rrjedhës të cilit njeriu mund të njohë kuptimin e vërtetë të fjalës transparencë, më janë dukur aso kohë peka si i. Unë rendjet njësi ato më rëshqisin si motive që kam humbur në jetën e bukur të gjatë që po vazhdoj. Më kujtohen e nuk më harrohen loket zajsiane për bujarinë e tyre mahnice, për parësinë e teshave që vishin, për atë të përhershmin kuvendim me zë t'ulë. Më kujtohen duar që kam djegur kur lexoja me pish hatullave, deri vonë letër, bashkëmoshatarët prej cilëve mjerisht kanë ndruar jetë. Mbi të gjitha më kujtohet ikja ime e madhe. Ndjeri i babaj më ka lënë shumë të vogël e më është dashur të praktisë prerjen e atyre mrekullive, edhe pse ende nuk e di mirë përse.
Edhe për në një nga funi që nuk dëron dot pa dëgjuar këtë fjalë, që t'ju përcjell një këngë dashurie dhe mshurie dhe shumë të bukur, meditative për nënën. Kënga e nënës, Nduje Picaku.
në hapjen e muajit nëntor, mirëdita në 100 vjetor, kishim një aktivitet me katedralen, me dioqezën. Dhe janë disa aktivitete që kanë një mishërim të veçantë artistik. Do me thënë, kultivojnë edhe dëgjuesin, e kultivojnë pak filament për muzikën klasike e me radhë. Dhe e kanë ndjekur me shumë këshri rësheni muzikën klasike të barit italianës, një nga filharmonitë më të mira italiane. Dhe ishin shumë të kënaqur për qytetarën e kultivuar. Në këtë sens është ndërtuar dhe kjo platformë e sotit. Atëherë, më mbetet, unë besoj se cili për jush e ka dëgjuar, një këngë të mrekullueshme që vjen me tekst të Gjok Besit, por që sonte do të vijë si recitim. Një zambak i bardh mbi gur. Larg në bjeshkët e mirëditës, rënjët ka një gur i kuq. Këtu thonë fjalët e legjendës, u ndez rrep lufta me turq. Shkuan shekuj, shkuan vite, mbi llogore rriten mur. Ndaj lulzon e kur nuk vyshket, një zambak i bardh në gur. O zambak i bukuro, se po qet petale, do të fladisun trim ato, rën në këto male. O zambak i gurit, se shen në bjeshknaja, kujtoj partizanët o shqipe mbi këto maja. Për mbi kreshtat e mirëdites, lule rrit, profet i pret, që kur lindi biri shqipes, guri kuq ka mbetur djep. Shkojnë shekuj, shkojnë vite, ne një gjë se harrojmë kur, se lulzon e kur nuk vyshket, një zambak i bardh në gur. Do doja pak një fjalë tani të poetit, studiusit, shkrimtarit, nga më të mirë të mirëditës dhe Rubikun, Bashkinë e Rubikut, qytetarët e Rubikut, Këshillin e Bashkisë Rubikut, për këtë nder shumë veçantë që nderon Zotin Gjok Beci me titullin qytetar nderi. Nuk është i rastishëm adresimi i nderimit tim për Rubikun, por se Gjok Beci prej këtu e mori lartësimin e tij. Gjok Beci, për ata që janë më tri, është një poet i rezistencës shqiptare, sepse është poeti, model, i cili u ngrit nga provinca në metropolin e këngës shqiptare, por u ngrit dhe nga rrëzimi më i rënd politik i kohës, po kështu në majat e këngës. Prandaj është shumë i merituar ky nderim dhe unë ju falenderoj edhe një herë gjithë dhe ju, nderime i dashur Gjok Beci dhe urime. Falenderoj zotin Dodjeta, dhe tani vjen një nga këngët perë të kolës, rrjedh të Gjok Becit, rrjedh në këngë e ligjërime. E këndon Arinda Gjoli.
se e kom pas drejtorës Digur. Ju përshëndet gjithë pjesëmarrësve, deputetët, gjithë në radhë, gjithashtu edhe atë që ka sponsorizuar për këtë valle, pra nga Çaçi ka dhënë 50 bilet. Do të vijë tani një nga këngët shumë të bukura që i kushtohet dhe pavarësisë së Kosovës, por dhe ditës së mbarë të shqiptarëve. Një ditë që e kemi arritur pas shumë sakrificash, pas 100 vite që tjerë me radhë, vjen sërish me Mrik Trumçin, një nga këngët më brillante të saj dhe me një tekst vërtet të jashtëzakonshëm të Gjok Peci. Para se ta mbyllim me këtë këngë, do të falenderoj fort të gjithë publikun, do të falenderoj Këshillin e Bashkisë Rubik, pa dallime ngjyrash politike që kanë arritur për të ndërkuar së bashku për të nderuar jo thjesht Gjok Pecin, por veten e tyre, qytetin e Rubikut, Mirditën dhe vetë Shqipërinë. Të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, studiuesit në radhë, deputetët dhe nënprefektin dhe gjithë të tjerë, dhe sidomos edhe këngëtarët e vjetër që kanë qenë mes tyre shoh Gjysë Zekën, ta respektoj fort Gjysën për gjithë çfarë fuqi i ka sjellë anëtarën e Mirditës. Të falenderoj dhe qendrën kulturore Bakdoçi këtu, Anton Currin që na ka punuar, na ka sjellë Gjokën mrekullisht të ri, na ka sjellë këtu dhe me gjithë skenografinë që është bërë këtu, dhe Alex Noj që ka punuar me Slider dhe të gjithë ekipin realizues të këtij aktiviteti shumë të bukur. Gëzuar që vjetroj po Gjoka nga Mrik Trumçi, grupi dhe grupi Fëmijës Bashkë. Unë jam shumë i vëmendshëm kur vjen puna që të flitet për zejet dhe për zejtarët. Zejtarët që punojnë në artizanat, jo me makineri, po në artizanat që përcjellin traditën. Dhe shpesh herë, kudo që shkoj, mundon të sjell disa gjëra shkurta, kronika speciale me radhë. Kësaj radhe kam qenë në Ril, dhe kam takuar Aleksin atje, Alex Gjokën, që merret me punimin e hekurit, një mjeshtër i rrallë. Unë nuk du të marr ato që ai ka punuar për vilat me dyrë, për institucionet ndryshme, gjithandej kudo që ka punuar, një përvojë që e sjell nga Greqia, që fëmijë që ka emigruar atje, dhe për të bërë një hekur punues i jashtëzakonshëm. Por ajo që më pëlqeu shumë, kam hyrë krejt spontanisht, më pëlqeu që tek reparti i hekur punimit aty në Ril, ndan rrugës që lidhet Superstrada me Rilën, ai kishte edhe një eksponat të tërë me punime artistike. Domethënë, hekuri i punuar në mënyrë artistike. Do të ishte një bisedë këndshme, por mbi të gjitha produktet që ai ka sjell për ta mbyllur me një produkt shumë interesant, që ka të bëjë me qiftelin, pra ishte një qifteli e ndërtuar me material bakri dhe aksesor me metale të tjera. Pra një mjeshtri e rrallë. Është një bisedë e këndshme, sidoqoftë në sezonin tjetër, mbase Aleksin do të flasim pak më gjerë, ta kemi edhe në studio dhe të sillim përvojën e tij të jashtëzakonshme. Ndiqni edhe këtë material. Sot jam dalë në Ril, tu afër rrugës që kalon për Ril, edhe jam dalë për takuar një specialist të hekur punimit ekselent. Edhe jam më ke porta, sepse kjo është porta e shtëpisë Alex Gjoka, që disa porta ka bërë gjithandej. Dhe punimet e tij janë ikonike. Do të keni një kronik speciale surprizë për të parë se çfarë bën ai me durdra shtan, ku fantazia vërtet nuk ka limite. Kështu që do futem tani përmes së portës bukur që ka bërë ky, dhe ne do vazhdojmë dhe të shohim një ekspoze të gjithë punimeve të bukura që ka bërë në mënyrë artizanale. Nisa ka Alex. Ja, shimë flamurin që ka bërë në perfekcion. Edhe të futa atu ke punimi, punishte Aleksit. Alex, si e mo? Gjigana. Kjo është Aleksit. Shumë Alex. Kjo është punishte e jomë. Edhe nga thënë që bënë gjëra fantastike. Ke bërë gjithani ku ka komplekse, ku ka
shtëpia, nga vila, ku ka, nuk e di. Në sa vende mund të kesh qenë? Mundohesh. Sa vite ka që merresh me këtë? Atëherë, profesionali u fut nga emigracioni nga vitet e para të 92, që po punoj në 10 vite në emigracion. Çfarë vjen në Greqi? Por që nga 2002 jetoj për ai të ndryj. Është interesant, po mirë, edhe ati e marrë me këtë punë je marrë? Po. Me hekurin? Kryesisht me hekurin? Kryesisht me hekurin dhe me punimet artistike më shumë, punimet e veçanta, punimet e veçanta që janë kermanët e hekurit, komedinet e hekurit, mbajtësi perdesh, gjitha që ka lidhje me hekurin, por për ambjente të brendshme, ambjente shtëpiake. Po. Plus edhe portat, tavullijat. A ti ke shku i ditur në këtë zënat, apo e ke marrë atje? Po, kam shku pak i ditur. Pak i ditur. Sepse zënatin në këtë profesion e ka urtruar i madh, por që unë paka shumë të mësime i kam marrë që ku i qafnit, sepse jam rritur në vegat e punës. Në ambjendin e vegat e punës. Në ambjend, po. Ti vjen nga Vigu, a? Origjinimi ime është i lindur në Vik të Mirlides, edhe që nga 2002 jetoj këtu në Rritë. Ti që më kujton se ti ja për Kalas Kastrit atje? Kalaja Kastrit, vjen edhe nga emri i lagjes time Kastër. Kastër, lagja. Po, lagja që unë kam lind në Rritë, jam bërë 18 ditë atje, lagja Kastër. Edhe ti që më qërë një idenë e kësaj, sepse shiko, geni vjen me trashëgimi edhe zeja, sidomos. Është trashëgimi shumë shekulluar, dhe të më qërë mu në ato legjende e Kalas Kastrit dikushëm të zektarët e asaj zone. Pra edhe baba jot? Asni kala nuk është ndërtu pa pranimin e hekurit. Po, pa pranimin. As kala, as shpi, as kish. As gjami. Baba jot tani ka punu edhe në kone kooperativës me hekurin është? Me farkën, me këto? E ka ushtruar për rreth 20 vite profesionin e kovaqë salatorit. Kovaqë salatorit. Atëherë, paka shumë janë të ndarë si profesionet, sepse kovaqë është profesion në vete, salatori është profesion në vete, edhe hekur punuesi është profesion në vete. Ani, hekur punuesi duhet i ketë të dy tjerët që jetë një hekur punues profesionist të më gjuj. Sepse punimet artistike kërkojnë njëri edhe nga farga, që ta dish të përdorisht hekurin kur është të nxehtë, sepse pastaj është vërtita për të. Shiko tani, tu a ke rujt nga ato makineri që ka pas baba jot, apo i ke traja nga Greqia? Kam ca pajisje që ka pas ai, kurse kjo është kulla e fargës, që quhet ndryshe, është trashëguar nga familja ime. Kjo këtu? Po. Jo nga është trashëguar para shërimit. Kjo ka mbi 80 vite, vëlla. Po, 100 vite, po. 100 vite, do, sepse shoh, edhe gjitha këto, shiko, këto po t'i marrim këto. Ja, këto. Pjesët e kësaj të punës. Se faktikisht nuk kam pa diçka më të plot, po më dit pak një kujtim dhe më shumë më merr pak nga afër. Ja, shih prej këtu, ju çakiçi i Rana, çakiçit me kilogram të ndryshëm. Me kilogram të ndryshëm. Të ndryshëm edhe për krijuar forma të ndryshme. Për shembull, kjo është mashët, kjo është për kapur lloj të shkojnë e hekurit. Çdo hekur 4 orë hekur vllak ka picën e vet, mashën e vet, ndërsa tjetër sa më statike në dorë. Çfarë, shikoj, kjo pëlqen shumë, koleksion. Edhe ti kjo koleksionimin. Kjo është vlerë e madhe. Kjo është edhe koleksion, por është edhe një punë. Tani unë po hyj te kjo pjesa tjetër, se tu po asë materi ka punë. Edhe unë duhet të ndalim se ti më përmendet faktin e një eksponati, se ke marrë pjesë në ekspozitën. Po, më marrë në Panajire, drejtën ka marrë pjesë pak, sepse kohë e kufizuar, edhe sepse ta du një kohë përgatitje për të marrë pjesë në një Panajir, edhe por ka marrë pjesë, po. Okej, shiko tani, ta nisim tu, shohim të eksponatin dhe do mi marrësh një spjegosh to dhe t'ju themi njerëzve se shiko si ç'a bëjnë dur, pa t'i shoh pak dur.
Atëherë, Jeti shoh, si ka duhet të mirë, çfarë bëjnë valla? Del 120 voti ka pa frikë. Ja. Atëherë këtu kemi nga dhoma kombëtare zyrtarisë, jam edhe firmtar I kemi të dhomës kombëtare zyrtarisë. Certifikatat ndryshme për profesionin. Tu kam bën një ekspozitë vogël për punimet. Ne ti sillin pak të ekspozitë. Atëherë, Që tani? Ja, to. Atëherë, kjo është një hekur masif, krijuar një kokë kalit. Paka shumë jam mundu që t'i jap konturet të kalit. Më qenë se unë jam hekur punues, nuk jam një skulptor. Por jam mundu t'i jap konturet sa më mirë. Po shumë bukur. Pra, kjo nuk është me derdhje, është punuar me dorë, fraktuar, edhe gjitha konturet janë dhënë kur nuk ka skulptor që e bën te. Kur I kam dhënë to konture, kjo hekur ka qenë të mbajtuar 1400 euro. Ja. Po. Po e ke pas para ftyre këtu po nuk pas para ftyre edhe duke punu te ajo, te kulla. Te kulla, bravo. Atëherë kemi këtu kemi një sa bukur është kjo ja. Nuk ka një nën me një fëmijë. Me një fëmijë, me një fëmijë. Sa bukur. Shumë lozën gjithë nënat me fëmijët. Po gjithmonë këto bëhen foto virale, po ti vesh re, ku kapim me fëmijët shumë. Tani ti e ke boja virale është kjo ja. Po këto. Unë jam mundu të fosani, mund bëhet edhe më mirë. Mirë mund të krijohet edhe më mirë. Po pastaj nuk jam perfekt, ose kjo është I hekur, nuk është punuar më balë. Atëherë kemi këtu një zemër, pse I ke punë zinxhir sa zemër? Një lidhje pandar. Një lidhje pandar, bravo. Mund ta emërtoj kështu. Ashtu tani shohim te shpatën, se më duket si me qenë shpata Skënderbeu, te shoka kjo. Po na shpjegoj tani na shpjegoj. Atëherë. Tehi është nga një metal shumë I fortë, një metal I temperueshëm, që temperohet, është punuar në farë, edhe kanali. Mënyra e dizainimit kam përdorur metale me ngjyra që kushtuar të bakrin për shembull, edhe të doreza forma spirale, është dhënë për të krijuar stabilitet dhe mos kryer rështitje. Sa bukur. Shumë bukur. Pra, kam kombinuar tre lloj metalesh. Edhe është me ky metali ku është marrë? Ky është një metal marrë nga një balestër makine, e kam fraktuar, edhe kjo pjesë, ka qenë pjesë masif, mirë po e kam punuar dhe adjustuar dhe dhënë këtë formë. Një mrekulli. Okej. Po të vazhdojmë tu sërish ke një surrealizëm në hekur. Dhe mre këtu janë delfin, ha? Duke qenë që zona ime është afër brekut të delfin. Po, edhe ke... Në dy delfin, në meci, në kërcim, si që bëjnë delfin, po sa bukur e ke vëndë? Në më një bazament, një drumon. Pastaj jemi sërish këtu. Nuk e di që a ke deshma se ti paske problemin e gjëra surreale I paske tuja. Atëherë, e bërë dhurat një miku tim, një punim të tillë, pa Aleksa, e kam vendosur të përzoj më të mirë shpista, sepse kjo kryen një lidhje time me zonën e tij, një lidhje të pavdekshme. E kam vendosur të merrem nga një shtëpisë. Ai mami. Okej, shikoj tani këtu, që sa bukur. Shumë Alex. Edhe shpesh herë flas për skulpturat e patot. Si më mësu me monumente, apo monumente që skulpturë madhore. Po pas skulpturë. Tani kjo është sa bukur. Me përmasa të mëdha. Sa bukur, kjo është një nan me djepin, e? Po, një nan me fëmijë të vogël në djep. Me fëmijë të vogël në djep. E të marrë shumë. Si çfarë mrekulli e ka bën. Se ka rëndësi fantazia, përveç se punimi që është në detaj. Çdo punim e ka një domethënie ose një thënie. Për shembull, ose si kjo ose është edhe kjo tjetra. Në dy mjetet të thjeshta, dy pinca një madhe një vogël, edhe kjo ka kompjuter një ide, pak a shumë si puna e kësaj. Por në një pozicion ndryshe. Një nan me një fëmijë për dorë, duhet të shkolla. Sa bukur. Okej. Ja vera, ja, aty është spada mund duket si edhe spada e spartanëve. E gjone ushtarake. Hershme. Është kam krijuar. Është për të po, është çfarë do të shumë bukur, edhe spada e hershme tamam. Edhe shumë bukur. Ashtu këtu jemi me një gjë tjetër prapë kaq bukur. Pas në fund to. Qelësit nga qelësit. Edhe kam krijuar një dorë
Kurse kjo s'ka për mundë në shëndet. Kjo ta jemi me këte. Kjo është krijuar me pjesë hidraulike. Kjo këtu? Po, të gjitha në pjesë hidraulike dhe ndërlidhura bashkë. Që kam kriju një nanë me dy fëmijë të lidhur jashtë zonës së shërbimit. Edhe kemi edhe këtë tjetër këtu. Kjo është sepse të bëjmë janë qikë të rënda edhe të punuar me dorë. Gjitha me dorë? Gjitha me dorë. Në më në hollë, është 3 mm trash. Në thëtë, shikon që duke ka një mpërsi, është dhënë me goditje kjo, ta masë është thellësi, është 3 mm trash. Ja, për këtë formë, është vështirë. Absolutisht shumë vështirë. Kjo dënë mundë. Tani me që nësë merë me kulturën mundë, gjej edhe qecin e solit. Marë, Qelës e solit, po. E ke po me bagër të, Qelës e solit është punuar me bagër, ishtë typur në kullë aty, edhe është dhënë formë. Shumë e bukur. Ndërkohë që kemi këte, kjo është e rangë kjo, ma afro pa që është një libër. Një libër për Sa është kjo? Sa kilogram? 3 shoj. Më e ndërë. 5 kilo, po? 5 kilogram. Sa bukur. Ndër që... Ja, ju që meri vetë me celular, ju trit, që bën burihuj me u thënë se ju fton kjo tani që lexoni libra sa më shumë, të dini me shkruajt dhe të dini me qenë në jetë njerëz të lexuar dhe të ditur. Ky është mesazhi i kësaj që ka bërë Aleksi. Bravo Aleksi. Atëherë, thëmë drejtin, nga hangër shumë kohë pune, sepse kërë i diçka gjë. Ndoftë unë mund të krijoj një punim. Kam shkuar ndoftë gjërë në fazën përfundimtare. Një punim gabim njerëzor, sepse kemi bëjmë gabime, dhe mund të më shkojë tëmë. Sepse më prish idenë ose një konturet e asaj që unë du me paraqitur, du me realizu. Po, e qartë. Shumë i punim fantastike është ky. Pastaj kemi edhe këto punim, këtu kemi në të ashtu. Të në primet vogla, edhe kjo është shumë e bukur. Studiusit, sa e bukur. Shi, ja, studiusit. Shko, kjo është studiuse, studiuse. Baza e njerëzimit. Baza e njerëzimit, pa, shqivjarë. Apo libra studimi me libër në krah, me kështu kjo më pëlqen shumë kjo domethënë. Kjo mënyra se si e ke konstruuar botën njerëzore të sotme, edhe lidhjen e sotme me të vjeshtën. Të gjitha janë punime me dorë. Jam nuk sjell pa shumë realitetin e jetës disa punime të mira. Një mrekulli. Edhe ku pash i gjoha aty, se çfarë është kjo kështu? Një kapele punon në Hegur. Çka kapele është ajo? Është kapele Hegur. A di pse them, okay. Shumë e bukur. Edhe ju të tritë, se këto kanë qefë i majnë kështu, Alex. I majnë kështu, i thejnë kështu, edhe shini, ja, ke Aleksi që e në Hegur. Edhe ju qunat, që si mi të zotë, mi maj, hali tu e Aleksi, merë një vend në kokë dhe bën i garibin për rrugë. Shumë e bukur. Ja, është shumë e bukur. Ashtë një mrekulli, nërkohë, unë shoh një punim atje, Alex. Po, shoh një punim atje. Është kjo këtu. Portret i Gjergj Kastriolit, herët tonë kombëtar, i punuar komplet në Hegur. Ajo është pjesa e portretit dhe gjithë baza është të punuar në Lomajn 5 mm. 5 mm. Kurse edhe korniza hanë sore, sepse peshon, peshon 5 kg. Shumë bukur. Jam mundu të realizoj konturet parë me rajze. Thjesht më kam ideu dhe kriju një kornizë të tillë. Edhe do ta mbyllim tani. Tani do ta mbyllim me një gjë shumë të veçantë që Aleksi ka bën, dhe në fakt Aleksi ma ka thënë prej poshtë që ke bëj qiteli. Qiteli, atiri po, se mi më qiteli me drumani po. Qiteli me drumani, qiteli me gjam, qiteli me alumin, por jo komplet metal, bagri, për shumë. Ky është metal bagri? Është përdor metali i bagri, dhe
kjo gjutë kuka, pisa, koha e saj, është bërë me pjesë, edhe kam kriju formën, paka shumë. E që e bo me pjesë kjo, për ka qenë shumë e vështirë për ta bo. Gjitha këto janë ngjitura majnë. Po, shumë bukur. Për kriju formën. Dhe kjo është bishti që ka të bëjë me perde. Bishti edhe perdet, unë kam qiterin të punuar nga një mjeshtër e zonës tu. Jo, Fatmiri Ergjent Prenga, e mi punon në qërimet e mija. Jam mundu, nga që nuk jam mjeshtër i vega muzikore, por ndarja perdeve pas muhabeteve që flasë ose rritë në kurrim në kafe, është rëndësi e veçanë. Deri ke qelsat, gjithë shka është metalike. Po këto bjen tela do më. Po, është... Shiko, dhe la bëjmë një herë. Unë nuk di që bëjë. Sa në mojë të vjeka që duke që ka tingëllimi që e interesant. Po, tingëllimi e ka, por jashtë tjera. Është fantastik, bravo Alex. Është... Fëndelin kam shumë kohë, jem prej kohësh me identitetat të realizoj, do thë nuk mund tjetë, nuk kam marit të kryat e fiksat e që duhen, por paka shumë, më më realizu, paka shumë. Absolutisht një mërgulli, pa e mbyllim këtu ke qytetia, dhe është nësi që unë erdhe takova Aleksin, një mjeshtër ekselent të punimit të hekër. I cili është, jo vetëm që bën të punë dhe nevojës që janë shërbimeve që me porta, me njërën, me tjetën, kudo në zhovile shumë, por mbi gjitha gjenë kohën, shpenzon kohë shumë të madhe që do rafinitur të mirë në punim, edhe e durim si i them, kjo është një unë të uroj edhe të falenderoj shumë. Shumë falenderoj që erdhe, është vërtet të si e jona që të japë zakë që do thënë në njërë të në rinë të firra. Të ja për za e artizanëve është sepse, të thashë edhe njëherë, pa artizanin nuk është ndërtuar kish, gjami, as kala. Absolutisht. Druri, hekuri dhe guri. Të ja për za tyre tre profesioneve që fatkesi, sot përshkojnë të institutjes, ke një meri, në përgjaj shumë. Dhe të falenderoj edhe di, kur flasim për këtë gjëra, më kujton Dom Prelsuli. Dom Prelsuli, një familjar i famshëm që na spas. Dhe Dom Prelsuli që ai ka vdekur në ne, ligu. Bravo, edhe shikoj. Unë kam një dokument të shëmosur nga Dom Prelsuli. Ja, mos më thuaj, do ma sjellësh. Ashtu si del muhabeti. Po, e kam dokument familjar e fëmijë. Sa bukur, po shikoj, a di pse e them unë sepse tek hylli i dritës 1937 ai ka një shkrim shumë veçantë. Kokrat vjetra militore dhe bën fjalë për zeje që ka gjithë një dita etnologjike, gjithë një dita madhe quaj. Ze shtëpiat, kullat e zejeve, që kanë bën gjitha zeje. E kanë lexuar me emër. Me emër dhe me profesion. Me emër dhe me profesion. Dhe ndër tjera ai përmend edhe kush bante dyzenat. Po, a do një përmend që kush janë kullat e dyzena si çka që sa marrin pat punë, spaten përmesën, përmend për shefajt e mëra. Por tani unë po t'ishte Dom Prelsuli, se do thotë se qitelin në kështu në bakër, edhe kështu me hepër e bakër e bën vetëm Aleksi, Alex Gjoga sot që rrinë në Ril, pra të më babulloj, Ril, që e thëmë, një mërgulli. Shumë faleminderit Alex. Unë të falenderoj shumë. Ti nga si, shumë faleminderit.